Këngëtarja Big Mama ka shprehur hapur kritikat e saj ndaj kolegës Adelina Ismaili pas koncertit recital që kjo e fundit mbajti me rastin e 40 vjetorit të karrierës së saj. Ngjarja që duhet të ishte fezë dhe nostalgji muzikore u zhvillua fatkeqësisht në të njëjtën ditë kur u nda nga jeta këngëtari i njohur Shpat Kasapi, duke tronditur gjithë publikun dhe komunitetin artistik. Por në lidhje me këtë rast, Big Mama ka qenë e ftuar në një emision, i cili u kushtua tërësisht kujtimit të Kasapit. Aty ajo e kritikoi drejt për drejt Adelinën për faktin se gjatë koncertit të saj nuk u mbajt një minutë heshtje në nder të këngëtarit të ndjer. E madhja Inva Vula diti të bëj ata një minutë heshtje. Kjo Adelina nuk diti ta bëj, tha Big Mama duke krahastuar reagimin Adelinës me qëndrimin e artistës së njohur operistike Inva Mula, e cila kishte nderuar Shpat Kasapin me heshtje. Debati që shkaktoi kjo deklaratë ngriti diskutime për etikën artistike dhe ndjeshmërinë ndaj humbjeve brenda komunitetit të muzikës shqiptare, veçanërisht në momente dhimbjeje kolektive. Ndërkohë, emisioni u përqendrua tërësisht te jeta dhe karriera e Shpat Kasapit, i cili u nda papritur nga jeta në një moshë të re, duke lënë pas një mposhllëk të madh për artin dhe publikun që e ka ndjekur për vite me radhë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.